kryetari i festivalit? Pse dëshiron të bësh kryetari i festivalit? Sepse nuk dua Trianash dhe ta shoh Gostivajin tem në këtë gjendje. Ne meritojmë ambicjetën, ama kjo varet këtë për neve qytetarve, a do mund ta sillim ndryshimin dhe shpresën e duhur. Futboll apo basketbol? Basketbol patjetër, prej fëmijë luaj, ama edhe futbollin e shoh shpesh, edhe përkraj besën dhe arsimin gjithmonë. Cila është gjëja e parë që do të bësh si kryetari i festivalit? Gjëja e parë dhe më e rëndësishme është ta marr këtë netllën e ta pastroj Gostivarin nga bërlloku, që fëmijët tanë mos zhvillohen dhe rriten më në bërllok asnjëherë. Pse kandidon si kandidat në pavarë? Kjo është e lehtë se Gostivajit nuk i duhet më asnjë politikan, i duhet ekspert, menaxher, një njeri i cili do bëne një buxhet transparent edhe zhvillimor, edhe do jetë i sinqert me qytetarët. Edhe unë jam i gatshëm ta marr këtë përgjegjësi. Na tregon një sekret për veten tënde. Abe ka qenë sekret deri para pak kohësh, ama nuk është më. Edhe pak, edhe unë do jem kryetari juaj. Shihemi në komunë.